Përshëndetje, përshëndetje dhe gjithëve. Ja ku 7 ditë kaluan një herë. Si ti 7 ditë kaluan? Shumë shpejt, shumë shpejt, shumë shpejt. Si 7 ditë kaluan? Ja ku imi së shpa. Do vjoj me këtë apo jo. Por ama ka do vjoj me pyetjet e kaluara? Me siguri ka ngjenë mendje këtë pyetje me Bërbardën. Ajo ngeli që kështu si me dyshim. Unë kam dhënë një ndihmë shumë të madhe në atë. Hey, Bella. Hey, po ta intonoj unë. E kapur. Ja, mos. Deri aty. Është një këngë është një këngë e famshme, e di gjithë bota. Megjithatë, se kjo është interesante me këtë lloj. Pyetja që t'ja kujtojmë edhe një herë publikut. Pra, çfarë këngë duhet të kënduar Borbarda? Këngë të famshme që e njeh gjithë bota. Tani, e bukur e kësaj, Erald, është se çfarë ndodh? Edhe nga përgjigjet që na adresohen nga dëgjuesit, nga shikuesit, lindin pyetje të reja. Për shembull, nëse më mend jam që shkoj, dikush bëri një pyetje. Nëse zhduket hëna nga ikën, largohet nga toka hëna. Çfarë do ndodhi? Edhe më bëj një pyetje. Pra, çfarë do ndodhi në tokë sikur të zhduket hëna? Po duhet një përgjigje inteligjente, batut. Nga ato që nuk komenja. Eraldi duhet ta shpjegoj nga ana shkencore, pastaj pyetja është pak me spec. Është me spec. Nga ana shkencore ne i dim ato, e kemi thënë shumë herë, mund të flasim prapë, mund të japim edhe ide drejt ke ashtu këtë vështrime të reja. Po. Por që ajo përgjigja e çuditshme me fantazi ekstreme. Batut, pra. Nëse një ditë bukur hënda zhduket, nuk e shikojmë më. Çfarë do ndodhi në tokë? Duhet një përgjigje që të detyron të qeshësh. Atëre, ndërkohë kemi thënë që kemi dhe pyetjet ala milioner me 4 alternativa, të cilat kemi që një nga të 4-tat, pra 25% e pyetjes e përgjigjeve të vërtet. Pra se janë përgjigje. Por do të gjejmë atë që edhe e tham që do e themi në fund, ose do arsyetojmë apo jo, pse është arsyetim. Ajo është me arsyetim, po. Po. Edhe unë do t'i lutesh regjisë, sepse pyetjet i ka gati. Po. Ta fillojmë me një nga pyetjet. Satelitët është e para që kopjova. Po, me satelitet, po. Me që jemi bërë satelit. Të gjithë me satelit të njëri tjetrit. Atëherë, vi për ta njëri tjetrit. Pra, ndërkohë që regjia. Po, vetëm pak sepse e zgjullova pak tekstin se kjo më dilte jashtë. Okej, s'ka problem se e kam dhënë pyetjen këtu. Po, nxora pyetje. Atëherë, shumë mirë. Okej. Atëherë, pra, cilat domethënë në qoftë se hëna do të largohej, thot. Po. Riadi, nuk do të kishim eklips hënor. Jo. Do është shumë në fushën time edhe. Dua një batut, do ndodhë në tokë. Toka del nga graviteti dhe do të ketë çrregullime. Po, por të ndodhte. Kjo është. Është batut. Dikush pyet tani po nëse toka do të rrotullohet më shpejt se sa ç'rrotullohet, çfarë do të ndodhte? Do na merresh mend. Normalisht po u përshpejtu, kemi shumë probleme. Nëse do ishte me një shpejtësi më të madhe, do të kishte asnjë problem. Sepse do ishim përshtatshëm. S'ka problem. Se do ishim përshtatshëm. Po. Vetëm që mos të ketë nxitim. Nxitimi është problemi vetëm. Por shpejtësia nuk është problem. Edhe unë kur nxiton për një herë urxova tu se nxitoja. Po. Jo korrekt. Toka shkon drejt diellit, thot njëri. A është e vërtetë që toka shkon drejt diellit? Në 50% të rasteve po. Po. Në 50% të rasteve tjera, normalisht largohet dielli. Po dhe dielli largohet. Fizikant jeni, thot njëri, atëherë Eraldi është fizikant, ndërsa Zoti Kadri është autor i kulturës dhe me enigma, me kujtse merret Kadriu. Atëherë. Pra, është vërtet që thosh vetes fizikante, por që unë kam drejtimin e tillë. Dua një kam drejtimin, por me qenë fizikante. Marsi pyet. Marsi ka thënë. Toka me kohën a humb pesh apo fiton pesh? Humb pesh. Par nga dieta që mbatem. E humb pesh?
në tokë bien disa qindra ton gur në ditë, Po. që normalisht tenton që do shtonte peshë, por energjia që harxhon, ajri që humb gjatë gjithë kohës, bën që në përgjithësi, në total, tokës i zvoglohet masa. Duhet Jo ta peshë, masë. postim Flitet për masë. kënd. Po të bëjmë dhe ashtu. Atëherë kemi këtë pyetjen me alternativa. Satelitet e cilit planet kanë kryesisht emrat personazheve të Shakespeare-it? Jupiteri, Saturni, Urani apo Neptuni? Kjo është e bukur. Është e bukur, pra. Po, Satelitet e cilit planet kanë kryesisht emra të personazheve të famshëm të Shakespeare-it. Se këta planetet e satelitit kanë emra shumë perëndisë, emra. ja të themi emër satelitit sa për orientim, nuk e di Po. mos prishet përgjigja. Janë vetë. Apo jo, më se të se po e thash unë. Madje Devisi thot që është Saturni 100% thot. jo, ka dhe në emër personazhit të Alexander Pope, po kryesisht të Po. Shakespeare-it. U vendos nga ai mbreti George që ishte atëre, u vendos që të merreshin emrat e Dikush personazheve të Shakespeare-it. Dikush thot Urani, tjetri Neptuni, po ideja është jepni edhe pak pse? Ose Edhe një pse, e keni gjetur domethënë, po që Po pse do ta shpjegoj? pyet Alla milioner. Banat e Uranit thot njëri. Ti e di që Urani e zbuloi William Herschel, apo jo? Atëre. Se uji buron në male dhe jo në fush, thot. Pra. Se uji buron në male dhe jo në fush. Se ngjitet on mal. Çdo gjë bie poshtë, vertikalisht poshtë, në drejtimin e qendrës tokës. Dhe uji normalisht do bie siç bin njerëzit, siç bin gurët, siç bin çdo gjë në tokë. Poshtë. Poshtë për një pozicion caktuar në tokë. Poshtë këtu nuk është drejt me poshtë larg atje. Ka gjithmonë një farë këndi. Kënd, sepse toka është sferike. Tani ti rikthejmë edhe një pyetjes me Borbardën. Çfarë këngë duhet të kënduar Borbarda? Hey, Bella. Hey. Duhet të kënduar Borbarda? Në film, është ideja. Jo në film. Në përgjithësi kështu, jo në film. Se filmi Borbard. Jam për shumë. Po duhet të ketë kënduar them unë. Sa mbase se ka kënduar fare, po them duhet të ketë kënduar një këngë shumë të famshme. Duke pas parasysh mjedisin në cilin ajo ishte. Tani ne gëzhajse vazhdojnë të thonë, ne gëzhajse. Jo. Jo këngë në film. Duhet ta ketë kënduar, mbase se ka kënduar fare them unë. Por pyetja është e tillë që duhet i vë mendja. Jo, se ka kënduar, jo. Në qoftë se do të kishte kënduar, çfarë këngë duhet të ketë kënduar? Teorati janë emrat e Shakespeare-it, thot Johani. Po. Titania, Oberon, Miranda, Ariel, Puk. Po. Umbriel, po. Po. Miranda. Domethënë, atëre, kjo është përgjigje. Dielli është i zjarrt apo është i rrezatuar, thot? Kush? Dielli, a është i zjarrt apo i rrezatuar? Dielli nuk është i zjarrt, as i rrezatuar, ai rrezaton. Po normalisht duhet të du rrezaton edhe vetë normalisht. Dielli është i rrezatuar. Po jo nga diku nga vetë. Domethënë mund të përmbitet që dielli është një super bombë me hidrogjen. Po, bombë me hidrogjen. Bombë bërthamore me hidrogjen. Se është forca e gravitetit në Jupiter shumë më e madhe se në Tokë? Jo shumë, 1.7 e di unë, më e madhe. 1.7 mund ta shihni në internet për më saktë, po është më e madhe. Tani kam një pyetje të re. Po. A këto pyetjet shejtan pyetje. Atëre, cili do ishte, pra cili është efekti, ose çfarë efekt ka dalja në pension në Shqipëri? Presim përgjigjet. Çfarë efekt ka? Ç'efekt ka dalja në pension në Shqipëri? Ka një efekt. Ka futen në punë të rive. Është pyetje diabolike. Pse dielli kur perëndon e sheh me sy të lirë?
sepse ndodhet mbas një trashësie shumë të madhe atmosfere. Po. Kur Dhe- je, ja, prit. Dhe është një pozicion të Ja pritë. të bëj një, ndërkohë pa bëj një shumë. Po. Ta shita betën, si? Sepse rrezet e tjetë bjen shumë, domethënë Pjertas, po, pjertas. ja ta kthejmë në kamerë, Po. që të bëjmë një ashtu të shpejt. Ndërkohë vazhdoj me pyetjen, kur do vazhdoj paralelisht. Regjia. Largimi i të rinjve në emigrim, thot njëri. Jo. Atëre, kujdes se duhet një pyetje, një përgjigje, shejtan përgjigje, se shejtan pyetje. Atëre, ç'e efekt ka Dalja në pension. në pension në Shqipëri? Jo në Itali, në Shqipëri them unë. Atëre. Forca. Dalja në pension, thot, rritet numri i pensionistëve. Jo, ka një efekt tjetër. Efekti është dalja në pension. Jo, dakor, po çfarë efekti ka? Rritje e remitancash. Tillin kalamajt lekët. Jo. Atëherë, vriteni pak mendje. Ç'e efekt ka dalja në pension në Shqipëri? Ndërkohë, Regjia, Po. është dhe kjo pyetje shumë e bukur. Depresion thot njëri. Jo, larg qoftë. Atëherë, kemi edhe këtë pyetje tjetër me alternativa. Po, do hapen më shumë varre, thot njëri. Do shpjegojmë pra se pse ka emrat e personazheve të Shakespeare-it. Kjo në shenjë mirënjohje me që William Herschel, që zbuloi uranin, ishte domethënë ishte sponsorizuar nga oborri dhe në emër për t'ia shpërblyer se duket i vuri emrat e personazheve të Shakespeare-it. Jupiteri thon. Jo, u gjeta, urani. U gjet. Urani, dhe unë e shpjegoj atë. Po. Këtu shihet se kur dielli është mbi kokat tona, kemi shumë pak ajër. Dhe drita e diellit bie shumë mbi kokat tona. Kurse kur është perëndim, kemi një trashësi shumë të madhe ajri. Dhe drita e diellit dobësohet shumë. Dhe mund ta shohësh në raste të rralla dhe me sy tjerë. Po. Kjo është shpjegimi domethënë. Atëre, kemi këtë pyetje tjetër alla milioner. Se kjo është e bukur, interesante. Atëre, në cilën nga këto vepra e kanë kap me Shakespeare-in sot? Do ta bojkotojmë Shakespeare-in. Po Shakespeare është një basketbollist, nuk e di aty ke. Do ta më kujtuat, do ta bojkotojmë. E di të thon bojkot. E di? Do e bësh kot apo bojkot? Jo, bojkot sepse etimologjia. Po do shpjegoj këtë pyetje, do them këtë pyetje, pastaj do shpjegoj atë tani. Atëherë, në cilin nga këto vepra të Shakespeare-it ngjarjet zhvillohen në Iliri? Jo ke Iliri janë plazhe, po në Iliri. Atëherë, Shtrëngata, Nata e 12, Mbreti i Lir apo Tregtari i Veredikut? Tani të kthejmë bojkotit. E di pse i thon bojkot? Jo. Atëherë. Ky term ka lidhje me një kapiten anglez, Charles Cunningham Boycott. Do të bojkot. Se do thonë s'ka bërkot, jo. Atëherë ky Charles Cunningham Boycott, domethënë nga vitet 1000, nga mesi i viteve 1800. Mbreti i Lir thon të gjithë këtu. Urdhëro? Mbreti i Lir po thon të gjithë. Jo, nuk është Mbreti i Lir nga alternativat. Nuk është Mbreti i Lir. Nisen ndoshta nga emri. Shiko, alternativë. Nuk është pa thjesht. Kanë futur Mbretin e Lir. Ka alternativë se do gjeni e kam përjashtuar. Pra, Shtrëngata, Nata e 12, Mbreti i Lir, kam vënë, harrova, më fal. Apo Tregtari i Venedikut. Nuk është Mbreti i Lir. Kisha vendosur mos e veja këtë alternativë. Është Nata e 12. Bravo. Nata e 12. Po duhet dhe paragrafi, faqja. Po. Nata e 12. Atëre, po thoj. Po thoj, po thoj ky Charles Cunningham ishte kapiten anglez që ishte administrator në Irland. Kupton? Edhe i vuri si thua i mbyti me taksa, i mbyti me rregulla të rrepta të fshatarëve atje. Edhe ata për ta kundërshtuar, u mlodhen se për ta vrarë se visin dot. Atëherë vendosin që
mos i bindesh në urdhët e tij, me fjalë. Ta bojkotoni zotin bojkot. Pra, mosbindja ishte mosbindja ndaj atij, ishte mosbindje pra, mosbindja e bojkot. Prandaj u bë bojkot, në gjithë fjalën religjioze bojkot. Ande ka dalë fjala bojkot atëherë. Betinde domethënë bojkot në 4 orë. Bojkot në 4 orë. Prof, chat GPT-ja thon disa, po disa gjëra nuk i gjeni dot në chat GPT, sidomos për shembull, çfarë këngë ka kënduar Bërbarda? Se këtë se një dot. Bile chat GPT do të pyesi mua. A janë mundësit në të ardhmen mas shumë gjeneratave të gjejmë planet si toka? Ne po gjejmë për ditë. Për ditë, domethënë planet të ri. Për ditë gjende. Me disa mijëra planet, domethënë janë gjetur deri në sot, janë gjetë direkt, domethënë me mitë që kemi ne, janë gjetë. Edhe tani në fund parë së fundi. Mendoj që është, po është i shkretë është një nuk e di sa vite larg dritë. Po janë larg shumë, janë shumë larg. Janë domethënë vetëm sa i fshesë, por me teknologjinë e sotme as nuk bëhet fjalë, domethënë të shkoshe fare domethënë. Tani një ditë shumë shpejt. Tani, çfarë efekti ka dalja në pension në Shqipëri? Kjo është shumë turbulluese në fakt. Ka një efekt tema. Unë nuk them në Itali, në Kanada, në Amerikë, jo. Them Shqipëri, çfarë efekti ka dalja në pension? Këndon disa këngë Bërbarda thon ata. Po, Bora e parë thot njëri. Jo, Bërbarda. Duhet. Bëhet fjalë për dëgjoni këngët e timave. Këngën Bora e parë nga Endri Stefi thot njëri. Unë them kështu. Pra, Bërbarda duhet këtë kënduar, mbasi se ka kënduar fare, por unë them duhet ta këtë kënduar. Po çfarë këngë? Po që këngë shumë e famshme. E di gjithë bota. E din të gjithë. Shumë e famshme. Edhe Lule Bor. Ej, belaj. Lule Bor thon disa. Ej, belaj. Na thuaj se nuk e dim thon. Do ta gjejnë se s'bën. Hej, deshe thash vet. Po kur perëndon dielli, ku shkon errësira? Kur perëndon apo kur perëndon dielli, errësira vjen, nuk shkon, domethënë vjen ke neve. Atëre. Errësira është mungesa e dritës. Çfarë efekti ka dalja në pension në Shqipëri? Një ditë princip do vi, thot, një këngë. Kënga një ditë princip do vi. Jo. Ato këngë që i ka kënu nështë atje në film, po jo të këngë të filmit, jo këngë të filmit. Hej, Bela. Bo për i fjallë për një këngë më të vëndshme, shumë më të vëndshme. Edhe shumë të famshme, që kështë di, të kanë kënduar, me siguri. Nëse një makine pa ndalshme, përplaset me një mur të pathyeshëm, çfarë ndodh? Makine pa ndalshme? Që nuk ndalon kur. Por përplaset me një mur të pathyeshëm, çfarë ndodh? Do kishte një forcë gjithmonë në presion, në tendencë për të zhveshur. Dhe do vinte deri aty sa do ngjishte aq shumë, se muri nuk thyet. Makina, motori është pjesë lëvizshme dhe motori do punonte, do ngjeshej me murin derisa motori do fillonte të shkatërrojë, dhe do shkatërrojë deri në pikë sa nuk do funksiononte më. Edhe do na lënte. Kjo është. Nëse motori është i pa shkatrueshëm, është një gjë pastaj. Por nëse motori do punonte vazhdimisht, ai do ngjeshej gjithmonë derisa të shkatërrohej gradualisht me murin, dhe do ndalonte pastaj më. Bërbarda thot njëri ka kënduar këngën Hall me burr e hall pa burr. E hall po të martosh kur. Nësa një tjetër thot Bella ciao. Bella ciao. Jo. Atëre. Hej, Bella. Hej, që na gjeti. Hej, që na gjeti është klu. Hej. Po, kluja. Hej. Po, ajo me hëtën është interesante prapë, dhe jo, ka dhe jo ato pensioni për shu, janë gjitha tërheqëse. Atëre, edhe ajo me hënë është e bukur në fakt. Atëre, në qofë se hëna do është duke, dhe kjo pyetje më lindi nga përgjigje e dikujt javën e shkuar që tha, po sikur të zhduket hëna. Edhe unë para pyetje për një herë. Vërtet, sikur të zhduket hëna. Çfarë të ndodhi këtu në tokë tani? Zhduket hëna?
Është shumë e thjeshtë përgjigja, po s'ju vete mendja. Do të zhduket dhe toka, thot njëri. Jo. Larg qoftë. Po ti Tokë, hëna është duke u larguar apo jo? po ja u largu, tasim se iku fare, u duk. Jo, zhduket. Në moment Çfarë do ndodhi këtu në tokë? Çfarë do ndodhi në tokë xhanëm? Do të ketë rritje të nivelit të ujit. Jo. Do të ikin stinat. Jo. Asgjë do ndodhi, nuk do ta shohim më hënën. Ha, atëre, po çfarë? Nuk e shohim më hënën, thot. Tamam. Po atëre? Më vjen ta them vetë. Më vjen ta them vetë që më ndihmoj. Jo me fjalë kështu, disa s'di lexoj. S'do ketë dritë natën. Jo, rrëf la bazhurët. Atëre. Po hëna, do vi një ditë që hëna s'do jetë më? Ma ta them se erdhi nesër. Pas me me drona këtë vitesh. me këtë ritëm që po merr, po. Çfarë do ndodhi? Do largohet. Çfarë do ndodhi në tokë? Batica dhe zbatica. Jo. Herald, si duhet i, çfarë do ndodhi në tokë? Unë do them do një gjë e madhe, por ne S'do ketë hënë. jo, jo. Çfarë do ketë? Ndrohet graviteti, s'do ketë batica zbatica, të Jo, gjitha i tha. ketë. Do përmbytemi. Jo. Do vije Marta. Bravo! Atëre, java fiton nga e Marta. Fiton nga e tjene Marta. Fiton java nga e Marta. Ildi i gjeti. U të gjeti? Ildi. Bravo. Bravo Ildi. E tregu. Do të bëj plan për hënën, që ne themi hënën qiell, realisht nuk ka lidhje fare me hënën. Po iku ajo, atë do filloj çaj, do filloj java nga e Marta. Tani, pra, në këtë lloj, si thua, versioni ose në këtë lloj, për këtë drejtim do ta vrisim mendjen. Edhe kjo pyetja me pensionistët, pra, çfarë efekti ka Po, dalja në pension në Shqipëri? Ta. një pyetje tjetër për Eraldin. Nëse një pemë bie në pyll dhe askush nuk është aty për ta dëgjuar, a bën zhurmë pema? Po, bën zhurmë. Shumë zhurmë bën. Sepse zhurma që bën pema nuk ka lidhje fare se jemi ne apo jo. Ajo bën Bolla shumë, ekziston edhe sikur ne mos ishim. ajo bën Ka shumë, ekzistuar përpara e do të ekzistoj. ajo bën shumë Nuk zhurmë. je. Po. Po si njëri aty i bie shumë për asgjë. Edhe fuzin prapë Është Shakespeare. shumë për asgjë. Normalisht ne gjithmonë kemi atë egocentrizmin, jemi ne qendra e universit. Universi ekziston shumë mirë, perfekt dhe pa ne. Çfarë efekti ka dalja në pension? Lia Adi thotë i shtohet një pensionist shtetit Shqipërisë. Jo, ka një efekt tjetër. Kur del në pension është efekti domino, të ngelet Bravo! dorë në dorë. Bravo, efekti domino. Se aty ke gjithë duke një domino. Filluan ma marrin dorën, efekti domino. Jeni loko. Loko, efekti domino. Bravo. Imazhin, Po. Pra, efekti domino, mësë aty dojnë domino. Një dalë pension, tak, domino e ke. domino. Tani, të shtoj një pyetje të re? Po. Atëre, pyetja re është kjo. Ti do e shkruash regjia apo jo? Po, shkruaj. Nëse se kam shkruar unë. Një pyetje për profesorin e madh. Çfarë është një kinez në pemë? Një kinez në pemë. Ç'është? Një kinez? Mbushën Është shumë kake thotë. bonsai. Është bonsai. Kinezi dhe pema, po të bashkosh i kinez me i pemë, do të japi i bonsai patjetër. Po që nëse ka hyrë në pemë pas e mbrapa kinezi. Atëre. A ja vlen të studiojmë fizik, thotë njëri? Tash kushtet e njeriu janë përmirësuar shumë dhe mund të jetojë edhe pa shkollë e pa ashtu, por normalisht nuk është e gjatë. Dhe nuk do jetë e gjatë kjo kohë, në cilën ne duket sikur mund ta kalojmë edhe pa shkollë. Normalisht shkolla është një investim shumë i mirë, më i miri i mundshëm. Dhe nëse nuk do të duhet gjatë jetës,
më mirë ta kesh. Edhe ta kesh në kohë, se më vonë vështirë shumë. Kështu që njeriu e ka kohën. Jeta sociale e njeriu është përshtat që në moshën tonë ta bëj shkollën. E ka hapësirën e nevojshme. Pse mos e shfrytëzosh me shumë pak energji edhe ta fusësh në xhep. Pastaj sido që vi situata me mundësitë që mund të marrësh të tjera, kesh të shkollën, lehtësohet çdo gjë në të ardhmen. Pastaj fizika është, ndoshta në Shqipëri për momentin jo aq shumë, por Më kujtua një do kërkohet gjithmonë më shumë në botë. Më kujtua një pyetje tjetër. Nga këto. Pyetjet e poshtra. Atëre, çfarë i tha e shoqja Einsteinit natën e parë të martesës kur ushtrin të flin? Çfarë i tha? E shoqja Einsteinit. Të shoqit, pra, natën e parë të martesës. Këtë do të them vetë se. E ti çai tha? Prit më, direkt dhe thuash. Jo, atëherë çfarë i tha? E shoqja Einsteinit natën e parë. Ja prit të gjejmë, të shohim çfarë thon njerëzit. Kur u zhvesh atë rtrin të flinit, çfarë i tha? Jam filozof, i tha. Jo? Më prano. Jo. Po, Einstein ja u martua apo s'u martua fare? Martua moj. Është martu. Atëherë çfarë i tha? Çfarë duhet i këtë thënë? Na futer në ca muhabete tani që këta po shkruajnë kështu me fjalor. Atëherë unë po e them këtë. Që ti vim kapak sa. A të cilin primat e zeza? Jo, i tha kështu, e di çai tha? Jam i cendur. I tha hajde fizik, hajde. Tani, atëherë, të njëjtën të kjo tani. Të bëj pyetjen e re, me që na u gjet efekti domino, më kujtoi një pyetje tjetër me domino. Atëherë, dyën që pra, pse dy fëmijë zevzek nuk mund të luajnë kurrë dot domino? Forca. Pse dy fëmijë zevzek, dy zevzekë, nuk mund të luajnë kurrë dot bashkë domino? Pra, pse dy fëmijë zevzek? Sepse nuk i lën pensionistët të. Jo. Vani ke pension. Sepse luajnë zevzekshë. Atëherë, pse dy fëmijë zevzek nuk mund të luajnë kurrë domino? Duke se do ngini pyetje për javës tjetër, më duket. Kjo po, është sigur. Kjo po. Atëherë, si kishim ne që gjeti? Luajnë zevzekshë ato. Si? Do të luajnë zevzekshë. Jo pra, po pse s'luajnë dot kurrë domino, dy fëmijë zevzek? A ka një objektiv të jetës apo çdo kuptim është vetëm një krijim subjektiv i njeriu? Nga kompleksiteti i trurit njeriut del dhe objektivi pastaj mbrapa. Njeriu e ka një synim. Vetëm njeriu e ka synim, domethënë. E kështu si metafizik. Jeta inteligjente ka një synim. Të çon gjithmonë ke synim, edhe kafshët kanë synim. Po. Kafshët avancuara kanë një synim. Pa e kanë kafshët e kanë çu domethënë më shumë refleks se sa Po refleks, tigri ndjek kaprollin e ka një synim. Po, normal. Po kaprolli ka një synim, ti shpëtoi tigrit. Jo, është i vetmi njeriu që parashikon të ardhmen. Kush? Vetëm specia e njeriu të parashikon të ardhmen. Normale. Kryesisht po, domethënë mund të themi që vetëm njeriu parashikon të ardhmen, mund të parashikoj dhe ka konceptin e ka koncept. Ajo është ka koncept që ka një të ardhmen. Tenton ta parashikoj pastaj mama. Po ka dhe konceptin e kaluar, a? Po normal. Po ja se me koncepte ka dhe konceptin e tashmes. Sepse dy fëmijë zevzek nuk mund të luajnë domino sepse nuk i lejnë dy gur bashk. Bravo. Kush e gjeti këtë? Of e ka të shënuar këtu. Bravo. Ata nuk lejnë dy gur bashk të luajnë. Bëjnë on tash. Atëherë me këtë disa të tjerë kanë shkruar atarohen nga loja dhe rrihen.
Sepse humbin vazhdimisht pjesat në terr. Jo, nuk lën dy kur bashkë. Nuk mund t'i nejmë bashkë ato dominat. Fare. Atëre. Unë them që Tani, nëse do të mund të jetonin përgjithmonë, a do të kishte jeta kuptim apo vlerë? Do kishte dhe vlerë dhe kuptim, nuk ka lidhje. Do kishte kuptime tjera, paktën, jo këtë lloj psikologjie që kemi ne sot, po që kuptim do kishte. Mos do Kuptimi vriste kryesor i vetë jetës njerëzit se do lodheshin nga jeta. Po, do lodheshi nga jeta. Kjo është do lodheshi nga jeta. Do kishte shumë, ndoshta të gjithë do lodheshin nga jeta. Por që të paktën është një mundësi për mos u lodh nga jeta, është të zbulosh misteret e natyrës, që janë dhe në harmoni me trurin e njeriut, edhe për bëjnë gjithmonë një gjë të re. Domethënë, çfarë të bësh? Që nuk mërzitesh dot. Kështu që ne edhe po trojmë gjithmonë, nuk kemi pse të mërzitemi normalisht. Po kemi këtë shpirtin e kuriozitet, shkencëtarit. Po në qoftë se hapim një vrim tepërtej tokës dhe hidhemi në të, a do dalim në anën tjetër? Normalisht do dalësh se kur hidhesh, toka ashtu, ti do hidhesh nga ky nivel. Dhe do shkosh më në tokë dhe do dalësh nga poshtë në pokët në lartësi. Kështu që mos ketë fërkim, fare. Kështu që ti do dalësh nga grova. Sepse ishe jashtë grove para se të futeshe. Dhe është simetrike. Do dalësh, do futesh. Do dalësh, edhe se kjo është trashësia e tokës, nga këtu do futesh edhe do dalësh po kaq. Po kaq. Pa limit, pa fund, gjatë gjithë kohës. Po përbardhën nuk e kam gjetur përbardhën. Përbardhën. Jo, përbardhë jo. Hey, Përbardhë. hey, Borbardh na gjete. Dikush nuk kuptoi fjalën se zevzek. Zevzek që do të thotë fëmijë i lëvizëm që rrin me një vend. Nuk knaqet asnjëherë. Do të bëjë diçka Le të të re. Borbardh, Zevzek. Borbardha ka kënduar thot, na ishin 7 veta ose xhuxha. He, po ta ha. U largove, si ishte ajo? Jo, afro tani ja largohesh shumë afër. I larguar shumë afër tani. Hey, ç'na. Hembo. Është këngë famshme. Nëse çdo gjë në univers është e lidhur me çdo gjë tjetër, a ekziston vërtet ndarja midis individëve? Po e quajtë si individ, po ekziston. Po e quajtë si individ. Sidomos kur janë burrë grua ndahen. Po. Aty fillon dhe forca më e madhe. Normalisht burrë e grua është tamam si bërthama atomit. Po. Dy protone, Po. dy protone pozitiv që Po. shtyhen. Po. Kanë një forcë elektromagnetike, Po. bashkohen nga forca bërthamore. Po, dhe i Forca bërthamore më e fuqishme. Po. Ato do të tentojnë të largohen, por largohen dot është bërthama, Edhe familja gjermane. Lufta. Atëherë, them se arrim qëllim të për sot, ë? Po, patjetër. Ja, Po këtë përbardhën do e lëm enigma akoma? Enigma akoma për të flasim mendjes, se shiko, po i vin shumë vërtet, por i largohen shumë afër. Pastaj ja janë largu fakt, janë largu afër shumë, po. I largohen shumë afër, pastaj afrohen shumë larg. Po e bardhë si bora? Hey, Hey. Atëherë. E lëm për herën tjetër. E lëm për herën tjetër. Atëherë mendojmë se arrim qëllimit. Kjo pyetje do jetë për herën tjetër, kështu që shikoni sa pyetje kanë gjetur sot. Nuk po binde thot nga njëra anë në tjetrën, nëse hidhemi në vrimën e tokës. Mira, ka një shpjegim, shpjegohet me forcën gravitacionale normalisht. Por që unë thash thjesht përgjigjen. Më duket se kam bërë një video lidhur me këtë. Kam bërë një postim, sepse ndërkohë që ti futesh në tokë, forca gravitacionale vjen e zvoglohet. Zvoglohet, derisa shkon në qendër, zero. Nuk ka më forcë gravitacionale. Por ama ti ke nxitimin maksimal në qendër tokës. Me të cilin ti mund të dalësh deri në sipërfaqe tjetër. Simetrikisht. Ndërkohë që kur del në sipërfaqe tjetër, shtohet graviteti përmbrapa. Shtohet deri ti ndalon, pastaj kur del në sipërfaqe. Pastaj futesh prap e njëjta gjë. Oscilator i pafundëm. Si piston. Po mos ke forkim. Atëre, Erald. Okej, Kam gjë se ti përshëndesin gjithë. Po, bukur dhe sot, u gjetën shumë gjëra që bëjnë më interesant domethënë komunikimin. Edhe filluan që ta frekuencë normalisht. Betojnë pra sipas se kjo është e bukur që domethënë unë e krijoj pyetjen në atë mënyrë me indicet që të çojnë tek përgjigja.
Po si studiosh në formë e duhur, normalisht. Atëre, edhe një herë përshëndetje. Po, bravo. Sot ishin më të shkatën, më ashtu. Një fundjavë mirë të gjithëve. Gjithashtu. Dhe ta kopshim. Miru ta kopshim. Okej. E kalofshim mirë në takimin tjetër.